Kosova ka shënuar disa përparime në luftën kundër krimit të rëndë dhe të organizuar, por mbetet në një fazë të hershme të përgatitjes dhe ka ende nevojë për përmirësime në zbatimin e ligjit dhe koordinimin institucional. Në raport vihet në pa nevoja për krijimin e një protokolli zyrtar në luftën kundër drogës. Kjo është përmbledhja e asaj çfarë thuhet në raportin e progresit për Kosovën në fushën e luftimit të krimit të organizuar. Komisioni Evropian vëren se ndonë se Kosova ka një kuadër të plot ligjor për konfiskimin e pasurisë, sfidat vazhdojnë në zbatimin efektiv të tij. Raporti thekson se në dhjetor të vitit 2024, ku vendi miratoi me procedurë të përshpejtuar dhe pa konsultim publik, ligjin për Byron Shtetërore të Verifikimit dhe Konfiskimit të Pasurisë, i cili është dërguar në gjykatën kushtetuese nga opozita për shqyrtim për shkak të dyshimeve për shkelje procedurale. Raporti përmend gjithashtu se ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, i miratuar në dhjetor 2024, është në shqyrtim nga gjykata kushtetuese për arsye procedurale. Raporti thekson se kuadri ligjor i Kosovës për krimin e organizuar është vetëm pjesërisht i harmonizuar me tërësinë e rregullave të BE-s dhe se kapacitetet për luftimin e këtij krimi mbeten për tu përmirësuar. Sipas raportit të progresit, Policia e Kosovës ka 575 polic për 100.000 banor, më shumë se mesatarja e BE-s prej 341 polic. Prej tyre, 86.54% janë burra dhe 13.46% janë gra. Komisioni vlerëson pozitivisht përpjekjet për përfshirjen e komuniteteve jo shumicë, veçanërisht serbëve të Kosovës në veri, ku përfaqësimi i serbëve ka arritur në 33.5% dhe i komuniteteve tjera në 25.9% në drejtorinë rajonale të policisë në Mitrovicën e Veriut. Në fushën e luftës kundër trafikimit, raporti përmend se Kosova ka përditësuar protokollin për menaxhimin e rasteve të viktimave dhe ka miratuar rregulloret për funksionimin e strehimores shtetërore për rehabilitim. Komisioni rekomandon që Kosova të përditësoj ligjin për armët dhe ligjin për përdorimin civil të eksplozive. Raporti thekson se Kosova ka zbatuar me sukses planin për luftimin e posedimit dhe tregtimit të paligjshëm të armëve të lehta, ndërsa gjatë vitit 2024 janë konfiskuar 1.746 armë zjarri dhe 33.250 fishek, shifra që shënojnë rritje krahasuar me vitin paraprak. Sa i përket luftës kundër drogës, raporti nënvizon se ligji për substanca narkotike dhe psikotrope duhet të përditësohet për të harmonizuar me standardet e BE-s. Në mars 2025, Policia e Kosovës ka shkatruar sasi të mëdha droge, megjithse mungon një protokoll zyrtar për këtë proces. Sipas raportit, numri i hetimeve, aktakuzave dhe dënimeve për prodhim dhe trafikim droge ka rënë ndjeshëm, çka tregon një dobësim në efikasitetin e luftës kundër narkotikëve. Në raport përmendet si pozitive fakti se Kosova ka lansuar rrjetin e përbashkët të inteligjencës për pastrimin e parave të Kosovës dhe miratimin e vlerësimit të ri për krimin e rëndë dhe të organizuar. Komisioni vlerëson se shkëmbimi i informatave përmes aplikacionit të sigurt për shkëmbim të informatave Siena është rritur ndjeshëm, ndërsa thekson se rekomandimet nga viti i kaluar janë zbatuar pjesërisht dhe mbeten kryesisht të vlefshme. Në raport thuhet se gjatë vitit të ardhshëm Kosova duhet të miratoj strategjinë kombëtare kundër krimit të organizuar dhe planin e saj të veprimit në përputhje me standardet e BE-s, si dhe të përmirësoj me tej hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të profilit të lartë të krimit të organizuar dhe të forcoj efikasitetin e sistemit të konfiskimit penal.